Të nderuar bashkëqytetar, të dashur banor të Çajirit. Shëndeti është pasuria më e madhe që kemi të gjithë ne, dhe për këtë arsye kemi detyrim ta ruajmë së bashku çdo ditë. Vitet e fundit, si pasojë e ndryshimeve klimatike, po përballemi gjithnjë më shpesh me temperatura shumë të larta dhe valë të nxehtit. Prandaj, është e nevojshme të jemi më të kujdesshëm, më solidar dhe më të përgjegjshëm ndaj njëri tjetrit. Vera është koha për shoqërim dhe relaksim, por edhe periudhë kur duhet të mbrohemi. Për këtë arsye, Komuna e Çajirit po fillon me masa konkrete për mbrojtjen e qytetarëve nga temperaturat e larta. Kemi kontrolluar të gjitha çezmat publike për ujë të pishëm, ndërsa gjatë ditëve më të nxehta do të vendosim pika me ujë në vendet më të frekuentuara. Gjithashtu, do të organizojmë pika informuese ku qytetarët do të mund të marrin këshilla dhe informacione bazë shëndetësore. Por kjo nuk është vetëm një aksion i përkohshëm. Sot po e shpall edhe platformën e re, Çajiri në ritmin e shëndetit, një iniciativë afatgjate me cilën synojmë të ndërtojmë zakone më të shëndetshme, vetdije më të lartë për shëndetin dhe cilësi më të mirë të jetës për të gjithë qytetarët. Shëndeti nuk ruhet vetëm kur shfaqet një problem. Ai përmirësohet çdo ditë përmes parandalimit, edukimit, kujdesit dhe informimit. Kujdesi për njerëzit është detyrimi ynë më i rëndësishëm dhe vlera më e madhe që kemi.